Jam bashkë me Besnik Tahirin, kryetorin e grupit parlamentar të Partisë Aleanca. Jem këtu për me informu opinionin dhe një të kohë me bo ftesë publike edhe kryesuesit seancës, zotërit Dehori, mirë po edhe Partisë Vetëvendosje, e cila është duke pengu konstituimin e kuvendit, si rezultat i abuzimit tyre përmes kryesuesit për mos me thirrë seancën, e cila është obligim edhe ligjor, edhe në bazë rregullores punës kuvendit, po edhe kushtetues që me u konstituu kuvendit dhe me thirrë seanca çdo 14 ditor. Ne si Partia Demokratike e Kosovës i kemi bërë këtë pjesë zyrtare sot, që ai ta ushtrojë detyrën e vet në bazë rregullores punës kuvendit, ta respektoj ligjin, ta respektoj kushtetutën dhe ta rreth seancën në mënyrë që të konstituohet kuvendi dhe të kemi normalitet dhe kuvendi i Republikës Kosovës të jetë funksional, gjithashtu edhe subjekteve të tjera politike të përfaqësuar në kuvendin e Kosovës ja kemi dërguar ftesën që nesër në orën 19 të jenë prezent. Partia Demokratike e Kosovës do të jetë prezent. Aleanca është përgjigj pozitivisht dhe presim që do të përgjigjen edhe subjektet e tjera për shkak që është obligim kushtetues moral i secilit prej neve që të jemi në seancë dhe ta funksionalizojmë kuvendin e Republikës Kosovës. Situata në cilën jemi duke kalu, ne bashkërisht jemi duke marrë aktivitete e reagimeve publike, sot kemi pas një aktivitet në orët e hershme të mëngjesit, si rezultat që me i bë kërkesë deputetit Kurti, që është njëherë edhe kryetori i Lëvizjes Vetëvendosje, me ardhë me ushtru detyrën e vetë si deputet i kuvendit Kosovës, me funksionalizu kuvendin, i ka votat edhe për qeveri, dhe mandej të çështja e presidentit është çështje marrëveshjes politike, është çështje që do të më mbërri konsensusi dhe pa paragjyku pjesën e marrëveshjes, ai nuk mundet me defunksionalizu kuvendin me qëllimin që me tentu me i shantazhu subjektet politike ose me zgjedhje, po përtej saj me tentu me imponu qasje autoritare që është shumë e dëmshme sot për vendin dhe është mesazh i fuqishëm dhe pres reagim të gjithëve, edhe juve mediave, po dhe qytetarëve të Republikës së Kosovës dhe i falenderoj që janë duke reaguar çdo ditë, dhe sigurisht që reagimi do të rritet vazhdimisht, sepse pushtetin autoritar, qasjen autoritare nuk e lejmë përposh. Kto që po e shohim, që jemi duke jetu, duke ndjerë bashkërisht, që është duke u cenu rani kushtetues, duke u cenu mos funksionalizimi i kuvendit Kosovës. Nesër mundet me ndodhë edhe konsumin administratë publike. Mundet dikush me thonë shkon shtetin për punë. Mundet shteti një biznes me shku me mbyll. Pra, po flasim për situatë jo normale, të pa imagjinueshme, të pa përjetuar ndonjëherë në Kosovë, prej vitit 99 të ndej. Pra, është rrezik për themelet e shtetit të Kosovës, është rrezik për strukturën e shtetit të Kosovës dhe është qasje që tenton me shantazhu edhe me errëxu subjektet opozitore, po Partia Demokratike e Kosovës besoj shumë edhe subjektet e tjera dhe deputetët e kuvendit të Kosovës mbi gjithë nuk shantazhohen, nuk dorëzohen dhe nuk i nënshtrohen kësaj qasje abuzuese autoritare që është duke ushtruar deputeti Kurti. Tash ka këtë fjalën Besnikut për pjesën tjetër të agjencës. Faleminderit shumë Arjan, të nderuar përfaqësues të mediave, qytetarë të Kosovës që po na ndiqni, rrethonat në cilët jemi si Kosovë dhe rrethonat në cilët është sot kuvendi i Republikës Kosovës, realisht tregojnë për një jo vetëm emergjencë kombëtare, mirë po për një tendencë të shkatrimit të rendit kushtetues dhe njëkohësisht të pamundësimit të ushtrimit të funksionit të deputetit në kuvendin e Kosovës, aty ku ne ka dhënë besimin sovrani, aty ku ne kemi vendin bazë të qytetarëve të Republikës Kosovës. Sot ne kemi dërguar një kërkesë zyrtare si aleancë në koordinim me partitë politike që kanë qenë në opozit, kemi kërkuar takim me kryesuesin e seancës konstitutive, zotin Dehori, në mënyrë që nesër në orën 19, kur kalon 48 orëshi, në bazë të përcaktimit rregullores së kuvendit, të ndodhë seanca. Nuk e pas asnjë përgjigje, nuk e marr asnjë koment dhe asnjë
konsiderim për me ndodhë kuvendi. Çka do të thotë kjo? Është shumë e thjeshtë. Kur neve na pamundsohet ushtrimi i funksionit tonë si deputet, dhe kur ne e shohim që ka nisë shpërbërja e institucioneve demokratike që fillon nga kuvendi, dhe rrjedhimisht shkatrimi i të arriturave të vendit tonë, nuk na mbet tjetër veç t'i provojmë rrugë fillimisht institucionale e pastaj t'i bëjmë veprimet tona politike në funksion kthimit të rendit kushtetuesëm në Kosovë. Ajo që na brengos shumë është se shkelja kushtetutës përveç që po ndodh në kuvend, është ka ndodh edhe mazi në qeveri. Kjo është ligji për qeveri. Nini 26 që flet për pa pajtueshmërinë me funksion të antarit të qeverisë dhe parandalimin e konfliktit të interesit, thotë kështu: në rast se një antar i qeverisë në detyrë zgjidhet deputet i Kuvendit të Republikës Kosovës, i njëjti duhet t'i jap dorëheqje nga posti i qeverisë para ditës së certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve. A jeni të kuptu që në Kosovë sot e kemi kuvendin pa institucione, jo funksionar, të uzurpuar, dhe njëkohësisht i kemi një 17 ministra të cilët janë deputet që shkojnë në zyre në mënyrë antiligjore. Institucionet përgjegjëse të drejtësisë, prokuria, duhet veproj për shkak se është ka shkelën të gjitha normat juridike të cilat e kanë pru Kosovën, siç e tha edhe Ariani, në një stad të papama herët. Kem pas në ndasi vitet e 80-ta, kem pas në ndasi vitet e 90-ta, kem pas ndasi mas vitit 2000, po gjithmonë është gjetë një rrugë për me ushtru funksionin demokratik, këtë demokraci për cilën është dhënë shumë sakrificë dhe për cilën e kem ndërtu me mend të madh gjenerat pas gjenerate. Kjo duhet ndalë. Këtë rrethon dhe këtë situatë ne nuk do ta lejojmë. Do t'i përdorim gjitha mjetet që janë demokratike sikur kjo sot që po e bëjmë unë dhe Ariani, mirë po nuk do të ndalemi të e mbrojt këtë tempull të demokracisë, këtë institucion të cilin e kem arrit me mundin madh. Nuk guxon me na mbyll dera dhe nuk guxon me na provoku funksioni jonë si deputet. Nuk mundet dikush me ardhë seancë të kuvendit dhe me ofendu një deputet në zyren e vetë, se zyra jonë është atje, është njësoj sikur me shkuar një qytetar me ofendu, me pengu në punë një drejtor komunal, një kryetar komune, një ministra apo një diçka. Është e njëjta situatë. Ne për shkak të gjaktësisë tonë, për shkak të kujdesit tonë, e kem kaluar të top se nuk i hyn Kosovës një konflikt qytetar. Kosovës i hyn institucionet të konstituohen, e masit konstituohen të shojmë kush e ka shumicën, se vetëm do se e ka 53 deputet. Nuk i ka 61, ne nuk e dima, nuk mund të abojnë qeverin, që se dojnë me votë para. Dhe është ka cenohet, ka mahat peng, gjoja se me një marrëveshje politike, e cila kur s'ka qenë para kushti i vetëm, pra vetëm një kusht e ka ky kuvend me u konstitu. Ajo është votimi i mandateve të deputetit që bëhet prej komisionit që është bënë seancën e parë dhe ne i mbëtu. Vetëm ai kusht është për me konstitu. Asë gjë tjetër nuk është kushtën përcaktuar me sakt se si është kjo procedurë. Andaj, ne do të vazhdojmë, mesën ora 11 do të jemi këtu, siç është paralajmëruar nga Partia Demokratike, shpresoj që do të jenë gjithë do të deputetë. Ju falenderoj.